Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në emisionin Udhtim. Udhtim me cilin jemi në qytetin e Lezhës që po ndryshon ritmin e tij. Jemi në Lezhën e lashtë dhe legjendave, në Lezhën e historisë dhe kuvendeve, në Lezhën e turizmit dhe kulinarisë, në Lezhën e peizazhit dhe bukurisë natyrore, në Lezhën që ndërton çdo ditë identitetin e një qendre moderne të gjallë e tërheqje. Me ne në këtë emision është bashkuar kryetari i Bashkisë Lezhë, zoti Piri Ndreu. Zoti Ndreu, mirë se erdhët në këtë udhtim, emision të cilin së bashku me kolegun tim Agustin Cini ka prej kohë që e kemi nisur. Faleminderit që më keni zgjedhur për këtë intervistë. Jemi në ditë të fundit të muajit fishtian. Ndryshe nga vitet e tjera, bashkia ka bërë një sër aktivitetesh dhe përmbledhurësi a mund të na i bëni me dije për publikun aktivitete shumëta në nder të muajit fishtian? Ka qenë një profil ndryshe si vjet, në atë filozofinë tonë që çdo vit ne duhet të ndërtojmë diçka ndryshe, jo copy-paste, sigur kanë qenë bërë shumë vite. Dhe mendoj se ja kemi dalë për të krijuar një atmosferë ku gjithë aktivitetet që kanë të bëjnë me librat, aktivitete sociale, kulturore, promovuese, të jenë pothuajse të përditshme. Dhe shkollat, institucionet, letraret, konkursi i barkombëtar, gjesh fishta, shtegu fishtian, në bashkëpunim edhe me bizneset e zonës, pra kanë krijuar një harmoni të jashtëzakonshme që e kanë bërë shumë dinamike këtë muaj. Dhe me thonë drejtën, unë jam shumë i gëzuar sepse impakti i këtyre aktiviteteve ka shkuar shumë larg. Në fundit është edhe një mënyrë promovimi të vlerave që ka ky qytet nëpërmjet emrit të Fishës, nëpërmjet aktiviteteve të Fishës, njerëzit i kthejnë syt nga Lezhë dhe kuptojnë se këtu po gjallërohet jeta artistike. Sot do të flasim për rrugtimin e Lezhës, nga vizioni në realitet, nga fjala në veprim. Ju shpesh keni përmendur se Lezhë nuk është ajo e viteve të kaluara. Cili është ndryshimi që ju ndjeni më shumë sot pas këtyre viteve në drejtim të bashkisë? E para mbi gjitha është ajo që e kam paralajmëruar që ditën e parë, ose para se me ardhë në këtë zyrë, që kjo bashki nuk do të jetë më një bashki punësimi, por shërbimi. Dhe sot absolutisht ja kemi arrit kësaj historie që këtu mos jetë një vend ku njerëzit marrin rrogat dhe rrinë vërdall, ose nuk vinë fare, ose shkojnë jashtë shtetit sillen dhe vinë marrin rrogën tu, por të jetë një bashki e cila është në shërbim të qytetarëve. Pra, jep produkt. Dhe taksat taksa paguesve të shkojnë në investime. Më vjen shumë keq të marrë referenca që kanë qenë tu, vetëm borxhi ka qenë 4.6 milionë euro dhe sot nuk është më, është zero. Pra është mbyllur të gjitha detyrimet që Bashkia e Lezhës institucion ka patur. Ky është një lajm i gëzueshëm do të thonë. Ky lajm është dhënë. Është dhënë, por rikonfirmimi. Dhe pra në këtë vit ju keni punuar me buxhet pa borxhe. Kjo është e rëndësishme. Pa borxhe para të parë. Dhe para të parë ne dalim me një skem tjetër në investimet të vetë bashkisë. Raporti i pagave me shpenzimet operative, mallat dhe shërbimet dhe investimet, ne kemi gjetë 67 me rrogat, po marr vetëm referencë investimet në 17%. Ndërsa sot në buxhetin që po përgatisim, që kaluam e kemi 42% investime, 29% diku paga, ndërsa si vjet shkojmë 56% investime, pra kemi spostu një rritje rreth 15%. Kemi spostu vektorin e fokusit të shpenzimit lekëve në investime. Dhe nëse do vlerësoja diçka është turizmi. Ne në turizm kemi godit atë që i dhem pastërtinë, menaxhimin, ambientin, përmirësimin e disa kushteve të domosdoshme dhe prap ne do ndërhyjmë paktën me 3 projekte tani
që bëmi gati të ndërhyjmë në Shëngjin me 3 projekte për të eliminimin e ujërave, edhe në rrugën e Kunës, edhe në shënditoren e Shëngjinit, edhe në rrugën kryesore në mes të qytetit. Plus që hymë edhe me bypassin që kemi nxjerr lejen dhe fillon të ditë. Pra kemi një blok investimesh që tentojnë ta bëjnë Shëngjin një tjetër histori ku mbi eliminimin e ujërave ne do të ndërtojmë pastaj qytetin që na duhet. E cekët dhe pak më përpara, por duhet ta ritheksojmë edhe një herë. Jeni bashkia që keni fituar shumë projekte nga donatorët e huaj. Përmbledhësi, a mund të na thoni diçka rreth këtyre projekteve dhe impaktet që ata do t'japin në zhvillimin perspektivë? 3 janë burimet pak kryesore të ardhura. Janë taksat që mbledh vetë bashkia, janë grandet e qeverisë dhe projektet që financon qeveria njëkohësisht. Për shkak se ne përveç se sa shpenzojmë vetë, do të shtojmë edhe projekte që kemi fituar me qeverinë, që kemi bërë investime nëpërmjet projekteve që ne kemi. Pa janë aseti veçantë. Absolutisht janë ujësjellëset, paktën kemi 7 ujësjellësa në proces sot. Kemi rrugë, kemi rrugën autostradë Rili Dervor, kemi bërë rrugën e Ungret që kemi mbyll, kemi bërë rrugën e Myltës, kemi bërë disa rrugë të tjera, kemi vazhdojmë bypassin e Shëngjinit. Pra janë projekte tona të bashkisë që janë apliku. Është shkolla Gjergj Fishta që është në rikonstruksion, paktën vetëm po flasim për tani, po hym më gjatë për ta. Dhe i kemi dhe thirrjet e huaja. Pra thirrjet e huaja, të cilat ne kemi riformatu mënyrën se si të aplikimeve, cilësinë e aplikimeve dhe partnerët i kemi përzgjedhur. Për shkak kësaj ne kemi shku në fitore pas fitore dhe jemi në 4 bashkitë më të mira në Shqipëri për fitimin e projekteve. Vetëm si vjetë ne kemi 5 projekte rresht që kemi fituar. Kur e shihni qytetin e Lezhës dhe jo vetëm sot, cila është pamja ose ajo e veçantë që u bën krenar për ato që keni arritur? Lezhë ka tjetër pamje vizive të paktën dhe tjetër nivel pastërtie, rregulli, tjetër reputacion institucionet arsimore, sociale, kulturore, pra ka tjetër peshë. Paktën për duke marrë si referencë ato që ishte përpara. Ne tani, aktualisht që flasim, po realizojmë projektin e shumë pritur të KFV-s që është në proces. Pra i kemi mbunë Lezhë Spitali dhe pas përgorisë, ku po bëhet stacioni i fuqishëm i pompave që do thith. Pompa thithëse të ujrave. Të ujrave të rreshjeve që mund mendoj se nuk do ketë më probleme për mbyllje qyteti. Pra ne po i heqim dy smundje qytetit. 2 barë të rënda, po themi. Janë ujrat e zeza dhe ujrat e bardha të shiut, që të gjitha disiplinohen. Ne nuk binë më në dritë, po shkojnë në impian. Nga ana tjetër, mendoj se me financim BE-s do të dyfishohet kapaciteti i impiantit. Dhe ne këtë kemi si, dhe me thonë si qershia mbitor që do japim shumë shpejt dhe se deri në fund vitit ne do shpallem fitues me kërkesën e ton, me lobingin ton, me ndërhyrjen e KFV-s dhe të AKU. Pra, është bërë mundur që të miratohet Lezhë, të kaloj të parën thirrje për impiantin e ujrave të zeza, çfarë do japë një tjetër dimension mënyrës së kompozimit të qytetit. Nga ana tjetër, ne tani që flasim kemi 43 rrugë që paralel me mbylljen e kanaleve ne shkojmë me 43 rrugë në qytet vetëm. Vetëm në qytet. Pra adresojmë të gjithë problematikën që nuk ka nevojë më me shkrujtë me bë, edhe ju bëj thirrje me që jemi, nuk ka nevojë më as të lagja fiqve me bë kronika, të rruga Demokracia, as të Frutoria, as të lagja Spitalit, as të Nën Tereza, as të Gurret sipër ku është lagja të shtëpiat private, as në lagja Skënderbek, sepse të gjitha janë të adresuara. Ne kemi mbyll çështjen e prokurimit, të ditë shpallët fituesi dhe ne fillojmë punën me njëherë frontalisht
Dhe nga ana tjetër nuk është e nevojshme më që të bëhen kështu insinuata kështu se pothuajse 70-80% të rrugëve rurale ne i adresojmë në buxhetin që vjen me një numër të jashtëzakonshëm rrugësh që do bëjmë. Pra ne do kemi fokusuar te infrastruktura sepse ajo që e shohim se na mungon është problemi i infrastrukturës dhe qyteti, me që po vim prap, kërkoni parking nëntoksor që ne kemi fituar fazën e parë, që do bëhet e stadiumi. Stadiumi do spostohet aty dhe ne jemi në konsultim me qeverinë për të bërë një stadium të ri me gjithë parametrat e duhur. Me gjithë infrastrukturën? Me gjithë infrastrukturën, jo vetëm edhe me fushat, po me gjithë aksesorët, do bëjmë unë do të avancoj edhe më tej, do bëjmë një qendër multifunksionale sportive dhe besoj se do ja arrim, po do kohën e vet. Kjo dhe do adresojmë po si vjet në gjithë rikualifikimin e fushës tek Lagja Nën Tereza poshtë, që vjen nga stacioni tren dhe gjithë pjesa poshtë, te Gazaola, shkolla nëntëvjeçare, gjithë ajo pjesa poshtë që është Iknet, do të bëhet me pedonale, stacioni tren. Do bëhet me pedonale, do bëhet me kënd lotash për fëmijë, do bëhet me ambiente rekreative, do bëhet pallati i sportit. Ndoshta bëhet aty, ndoshta jo, ne po e diskutojmë me problemin e pallatit sport që na është dhënë nga qeveria, do bëjmë pedonalen në qytetit, teren që do jetë një rrugë me një tjetër sharm nga sheshi Papa Gjon Pali deri te xhamia, do jetë një pedonale dinjitoze ku njerëzit në darkë do dalin dhe kjo do lidhet pas parkingu në një park ku të gjithë grupë moshat mund dalin, ku do ketë çadërvan, ku do ketë amfiteatër të vogël, ku do ketë njësi shërbimi, ku do ketë vende ku lozin fëmijët, ku do ketë gjelbrim. Pra do jetë nuk do ketë pallate, këto prallat e pallateve i kam dëgjuar shpesh herë, sigurisht e pralla e këndit lordave që thanë do bëj kënë ndër pallate. Nuk ka. Dhe pallatet do të bëhen ato, se nuk është se nuk do të bëhen. Nuk do bëhen pallatet. Por nuk do të bëhen në zonë urbane. Lezhës i mungon parkingu, i mungon pallati i sportit që thashë. Pallati i sportit, i mungon stadiumi, i mungon që janë të adresuara tashmë, domethënë janë çështje që janë në rrugë. Gjitha i mungon kanalet problemi i kanaleve të zeza, edhe dje kam ankesën nga banor të lagjat e prokuroria se kanalet sot e kam marrë, se kemi problem me urat e zeza dhe ne kemi në proces, në adresim, por njerëzit nuk kanë informacion. Ndoshta disa e marrin, disa nuk merren me rrjetet sociale, nuk e marrin dot informacionin. Ne kemi 10 herë të paktën që e kemi nxjerrë në media që po bëjmë investimin se kjo është, prap kam njerëz që kur do bëhet, pse s'bëhet, si do bëhet. Po bëhet. Jo kur do bëhet, po bëhet, s'ka kur do bëhet. Është në proces. Dhe ky qytet mbrapa, mas rrugëve, do ketë një projekt tjetër që ka lidhje me gjithë rikualifikimin e trotuarëve ku i ka ndriçimit, duke shtrirë deri në zona në lagje periferike dhe gjithë rikonceptimin e lulishteve. Pra, lulishtet do ikim nga tipologjia e lulishteve dhe do shkojmë deri tipologji moderne me lule që mban shumë vite me sistem ujitës dhe me instalacione në disa qendra që po bëjmë një projekt të përgjithshëm, ngelet një fazë tjetër ajo për ta bërë. Në korelacion ngelet mandatin e tretë timi. Në fakt nuk e kisha mend t'ju pyesja për mandatin e tretë, por me qenë senzorët, unë po them që me gjithë këto që thatë nuk ke nevojë me bë fushat fare. Tash i besoj ti nuk dhem kjo. Mua nuk më them për asnjë arritje të cilit do të shoh. Dakor. Aq më tepër për ju që jemi mikë. Se do i dhem dikujt aty, te Agustini për shkak. Do i dhem dikujt. Zonë kryetar, me gjithë këto investime, me këto punë të kryera dhe po kryhen, në korelacion me këto, si ka qenë ritmi i jetës qytetare të banorëve të Lezhës dhe jo vetëm? Shiko, unë nuk mund të gjej mënyrë tjetër përveç se me punë, me falenderu gjithë qytetarët e Lezhës kryesisht qytetit, që me 2023 me kanë dhënë një super besim që Partia Socialiste kurrë nuk e ka pas. Përtej këtyre aktorëve që mendoshin se kanë qytetin ngusht dhe mundën me lëviz si duan dhe mund t'i qeshin votat dhe mund të mundshin këtë duan ta, qyteti mu të paktën më ka dhënë 1290 vota më shumë
Ju bëhet realitet një slogan për të majtës dhe djathës, sa duket. Unë ja dedikoj jo këtyre grindavezëve politik e njerëzve që mendojnë se mund t'i lëvizin këto ekuilibra sigur shahu, po ja jap domethënë pjekurisë qytetare, e cila e pau se Lezhë është fut në rrugën e një transformimi dhe në fundit ato do jetojnë këtu. Të majtët djathtë gjithë do të marrin produktet e këtij sistemi. Ne kemi arsye të bëhemi optimist, sepse ne do të hyjmë edhe një procedurë tjetër që nuk e ka as edhe një bashki në Shqipëri në procedurën e menaxhimit të mbetjeve në një stil të avancuar perëndimor. Përveç fushës së ndarjes në burim që ne e bëjmë të parë, që e bëjmë që bashkë me Gizi mbyll projektin tani, duhet ta mbyllte në fakt para, por nuk e arriti dot. Gjermanët punojnë më me avash dhe më me stabilitet. Është projekti Gizit gjerman, është i financimi atyre bashkë me Bashkinë Lezhë, dhe ne bëjmë me fushën e ndarjes në burim dhe pastaj ne dalim në një histori tjetër ku pastrimi vjen te bashkia, hiqet nga operatorët, dhe ne bëhemi menaxhuesit e një historie e cila nuk shkon më me nxjerrje mbledërina shkurtit tek e digujt, po me orar. Biznesi me orar të përcaktuar dhe në një mënyrë përcaktuar me qese të lidhura. Në një orë kur ne do të krijojmë një histori tjetër të kësaj zone. Ne nuk mund të rrim më peng të humorit të një biznesi aty, sidomos këto bizneset e fruta perimeve që ndothin ambientin në pikë mjesit, sapo nxjerrin ato arkat e kartona, shkojnë e mbushin koshat, sidomos rasti më skandaloz është përballë aty ngjit me konviktin. Që është një histori që ne mezi po e menaxhojmë. Do ketë sistem kamerash në qytet, qyteti monitorohet me kamera. Pra ne kemi fut projektin e monitorimit me kamera tashmë. Dhe mendoj se shumë shpejt do jetë një tjetër histori. Në këtë udhtim të gjatë, 6 vjeçar në krye të Bashkisë Lezhës, cili ka qenë ose kush ka qenë sfida juaj kryesore? Ka qenë vënia në punë e njerëzve, ka qenë ajo dhe komunikimi me njerëz. Tu, të them drejtën, unë kam vënë një standard, unë i hap telefonin gjithëve pa preshtin. Kushdo që mund të bëj telefonin tim me gjën hap. Ose një nga kabineti, më njëherë i përgjigjet. Nëse unë jam diku, i përgjigjet dikush nga kabineti, vihet në kontakt. Në fakt këtë konstatim ma ka thënë edhe kampioni absolut i mundjes Arben Kola, tek sa kam patur një emision që tha, është ndoshta i vetmi kryetar bashkie e Pirinëut që hap telefonin në çdo moment. Jo, kjo është një dhe pret këdo. Për një pushtetar, sipas mendimit tim, kjo është një detyrë. Në fund një qytetar mund të ketë një hall personal, familjar, ka një jetë smur rënd, i duhet ndihmë. Dhe nëse si përgjigjesh, ndoshta ti bën një dëm të jashtëzakonshëm, humb diçka të madhe. Unë mendoj se ja kam arrit në 98-99% të rasteve unë e hap, vetëm kur jam në një për momentin, nëse hap do telefonin, është krejt normal. Mbase ju edhe kujtoni, po unë e kam edhe një rast konkret që kur ka rënë tërmeti, ju kam telefonuar në 12 e një qerek dhe ju kam bërë me dijet që fatmirësisht nxënësit konviktor janë pa probleme dhe në një moment dalje për mediat njoftoni prindrit sepse përmes jush ishte zëri i sigurisë tyre. Pra të komunikosh me qytetarët është të respektosh veten një dhe karrikën që ke marr. Normalisht që karrika ka ardhur në rrugë politike se nuk mund të vish pa qenë pjesë o e të majtës o e djathës këtu. Për në momentin që vjen këtu, atëherë ti je një pushtetar i cili je detyruar të shërbesh gjithë pa preshtim. Dhe kjo derë, për shkak të kësaj ka qenë e hapur dhe kjo sfidë ka qenë e vështirë për mua sepse më ka dhënë një bingarkesë e madhe ka qenë dhe. Mos harrojmë një gjë se disa njerëz janë tipikisht të lodhshëm, sepse kërkojnë gjëra që ti nuk i ke në dorë dhe nuk bëhen ligjërisht dhe ata vinë këtu dhe thonë jo po ti e bën po deshe, ti e perëndia, jo po du ta bësh, jo po.
Plus pasaj që edhe në të hotelin e njerëzve tu, shikon, ne krahasojnë shumë me, jo po Gjermania, jo po Anglia, jo po Amerika, ka kështu, jo po. E para njëherë kryetarin e bashkisë, as në Itali, as në Amerikë, as në Greqi, as kërkun s'mund ta takosh si do ti. Domethënë këtu Për shkak të agjendës e protokollit e ngarkesës. po këtu i mos harrojmë që jemi vend i vogël dhe në moment që dalun aty jashta, dalin 3 kushi, 2 nipa, 4 shok, 3 njohur, e në mënyrë me tjetër ne jemi në tutelin e Koha e konsumuar në fakt. jemi në tutelin e njerëzve që njohim me dim që nga njëherë nuk e din se ligji është ligj dhe sot janë shtrëngu punë, nuk është mos i dikur. Pra nëse dikur mund edhe të mbyllësh sytë dhe bësh i dëm, sot nuk e bë dot më. Se edhe për shkak të asaj që ka ndodhur me sistemin e drejtësisë, ne nuk mund të varësit nuk të përgjigjen më sot. Që mund t'i japsh një urdhë të palishëm dhe ta bëjnë. Pra kjo ka qenë një sfidë në vete që kryesorja, marrëdhënia me njerëzit. Ama kam bën një kompromis me veten, do t'i them drejt, bën, s'bën. Bën, s'bën. Dikujt si pëlqen kur i them s'bën, është krejt normal, po. Në fund pastaj kanë arritur në konkluzionin se është më mirë mi thon s'bën dhe mos ta mbash kot peng se sa ti thosh bën dhe ta mbash peng. Edhe mendoj se ja kam dal për të krijuar një profil të qartë, të drejt për drejt dhe për mos t'i sjell vërdall njerëzit kot. Mënyra e drejt për drejt është më se ju përmendët rastet e pastaj edhe shërbim, po pastaj të them edhe një gjë, edhe ndërtimi i stafit tu ka qenë një sfidë në vete, sepse të bësh një staf që i shërben njerëzve dhe unë se jam i kënaqur se stafi i bashkisë është në nivel jashtëzakonisht të pranueshëm. Tu takohen me 10 njerëz edhe të gjithë priten aty, pyeten, adresohen, të gjithë vërtetimet që i merrshin nga një javë, nga 2 javë, sot merr në ditë me urdhër që u ka marrë mërna dite çdo qytetar që ka një vërtetim për të marrë, që është vërtetim i thjeshtë, ta marrë do vi sot, ta marrë sot. Pra ne nuk kemi vonesa të tilla, po ta shikosh edhe poshtë, 1-2 orë shka që mund të ketë fluks njerëz, pastaj s'ka. Dikur kështu i gjesha nga 30 vet jashtë, jo po aty, jo po dukta, jo po bërtit, jo po piskat, duke i adresuar ne gjërat. Ne kemi eliminu këto protestat, pakënaqësit, gjëra sepse e adresojmë dhe i themi bëhet, s'bëhet ose japim përgjigje me shkrim. Bëhet, s'bëhet. Fakti më domethënë është se përjashto vitin e parë do të thoja, ndoshta edhe fillimin e vitit të dytë të mandatit tuaj, por kanë rënë grupet e njerëzve që prisin në Mos harrojmë vitin e parë se 3 muaj pas marrjes detyrës time, unë kam marrë në gusht në nëndor Karat Armeri. Me që 6 nëndor. Ne jemi përballë në një situatë që as e njihshim tërmetin dhe as e dishim nga kapet. Pastaj sikur mos mjaftonte tërmeti, pandemia. Masane ma katastrofa ka qenë viti pandemik. Që nuk të roqem edhe është viti më i keq për sa i përket menaxhimit të bashkisë në kuptimin e taksave, sepse ne u të roqem nga biznesi për arsye se biznesi stopoi. Kishte rënimin e vet edhe ai. Dhe ne nuk kishim çati kërkoshim biznesi atë ditë. Masane erdhi kriza ekonomike botërore për shkak të luftës në Ukrainë dhe ajo ishte një tjetër mesele. Që ne shkum nga minat në mina, domethënë shkum kështu. Por ja dolëm për trujt ekuilibrin financiar, për trujt profilin e punës, ja kemi dalë me shumë sforco. Dikush mund ta quajë të lehtë këtë karrierë, dikush mund mendoje se nga jashtë kam pas menduar edhe unë shumë gjëra më lehti i mendoja. Kur isha pa qenë kryetar bashkie, mendosha po them aty unë për kaq ditë bëj këtë, për kaq ditë kësha që thjesht. Dhe para dyta kryetari i bashkisë nuk ka thesin e legë këtu që fut dorën shumë thes dhe i nxjerr dhe ka një këshill bashkiak që 1 lek nëse do ta lëvish për këtu do të marrësh vendim këshilli ndryshe se bën dot. Vjen se teksa ka edhe një tjetër që duhet ta them këtu. Ka një çudi të madhe, zonat rurale akoma nuk janë integruar në sistemin e taksave. Dhe është çuditshme për shembull që dëgjon njerëz për shembull në filan fshat që kërkon rrugë atje dhe s'ka pagu kur taksa. Ka pagu raki pafund në lokal, po s'ka pagu kur taksa lokale, kur. Pra ka lagje, kur i thamun nga jashtë, kështu si nga s'ma po më sill lagjen që ke pagu pak në 70% taksave. Edhe hajde se po vit më. Jo po
s'ka vend në botë që ti mund të kërkosh pos pagove taks. Shërbime pak Kryetari kontribuar. i bashkisë është menaxheri i taksave, nuk është prodhuesi i legëve. Duhet kuptu kjo. Dhe atëherë ç'a bën? Do bëjnë rrugë rurale unë, do hyjnë kurrizin e taksave të qytetit dhe të shëngjimit, biznesi i shëngjimit. Do lujnë në kurrizin e atyre. E kjo s'është e drejtë. Nuk është e drejtë. Pra nëse del për shembull le të marrim një zonë për shembull Ungrej po e marrim. Ne për numër banorësh me rrugën që kemi qenë 6 kilometra ne kemi nivelin kurbe më të lartë në vlerë leku plus urat që kemi bërë plus të tjera që kemi bërë të investimit. Por është investim perspektivës që ndërsa në kuptimin e taksave ne kemi pothuajse zero. Atëherë cila është kjo punë? Ky muhabet dhe në kuptimin e kërkesave e kemi shumë fish më të lartë se sa qyteti. Qyteti nuk e ka këtë. Në një farë mënyrë edhe qytetarët duhet ndërgjegjësohen për të qenë pjesë integrale e zhvillimit të tyre. Eksakt, sepse ne, po gjithë bota punon me taksa. Dhe ne kemi bë këto dy gjëra të tjera për ta kompensuar. Kemi luajtur me qeverinë me projekte. E kemi fituar projekte. Kemi bë disa projekte. Dhe në qytet ne thash, qyteti absolutisht nuk kam asnjë dilemë, dhe po ja them trosh shumicës do i vi mirë, në njëri do të likështohet për shkak politikës, se s'ka pse likështohet tjetër, pse do t'ja shohë harin, qyteti do bëhet qytet ekselent, smart, si thënë to, do ta bëjmë me gjitha asetet që i duhet një qyteti, të mbarojnë këto kanale që kemi në dorë, ujërat e zeza dhe këto, dhe pastaj këtu do jemi dhe do shohim çfarë do ndodh. Plus që sot që i flasim, ne kemi shpall procedurën edhe për varrëzat e qytetit që fillon investimi atje. Me herë dhe besoj se mërna 6 muaj të parë bëhen gati për pas një tjetër histori. Mendoj që një pjesë të rëndësishme ta orientojmë drejt turizmit. Mbyllet një sezon turistik, do të thoja unë, të suksesshëm. Çfarë bët ju paraprakisht për të shërbyer këtij suksesi? Ne kemi ndërtuar tashmë një profil. Dhe profili që kemi ndërtuar ne në Shëngjin është model për sot për Shqipërinë. Nuk është absolut, që mund të themi se gjithçka. Por është funksional dhe që ka rezultuar pozitiv. Është më i mirë në kushtet shqiptare për momentin. Pastërtia për shembull. Ne kemi një sistem pastërtie tash kur shkohet dikush edhe gjen me shumë sforco, për shembull më ka ndodhur që bëhet opozit me orarin e nxjerrjes koshave aty. Marrin koshat i kanë një orar ku nxjerrin edhe në Romë, edhe në ashtu, po, është abuzive, është shumë e turshme, që të shkosh atje ose të gjesh se ka lyt mes njëri ka hedhur ca plera aty, që mund të ndodhe një fragment mund ndodhe, por që në rinë shpeta ta marrësh ato dhe ta bësh si alibi për të degeneruar turizmin ton të vendit ku ti e zgjedh si përfaqësues i shtetit, qofti opozitës është të turshme. Është shërbim në dëm të biznesit. Dhe ky biznes e marrën ekonominë, jo në dëm të kryetarit të bashkisë. Kryetari i bashkisë nuk i bën asnjë gjë. Se njerëzit e dinë. Dhe ne për shkak kësaj, për shkak të menaxhimit, dhe si vjet, për shembull, ne kemi qenë modeli i menaxhimit të stacioneve plazhe. Me ndërmarrje, ne kemi gjeneruar 200 milion lekë vjetra fitime nga skema që asnjë bashkisë ka vogël. Viti tjetër, dhe jetë një model tjetër, që vjen dhe eliminon edhe një problem tjetër që ta dini qartë gjithë populli, hotelerit nuk mund të shesin më një shezlon. Sigur bosi vjetë. Ne ja dham 1/2, ja bën 1/2 dhe këta qëlloj që kishe 20 gjysmën në bosh dhe shishin me 10.000 lekë. S'mundën. Vetëm bashkia dhe i shes. Në qoftë se do vi puna, aty në do hiqen shezlonit, hoteli do marrë 1/1, në momentin që shet një shezlon konstatohet nga një qytetar që e ka shit, me njerë eliminohet shezlonet dhe ai ngel me 0. Nëse i intereson me prish biznesin e vet, me lënë me 0 për të marrë 5 lekë, është problem tjetër. E vetmja bashkia dhe ikun nga Ministria e Turizmit kontratat vinë në bashki prapë. Kthehen. Këtu dhe ne po përgatisim VGM3, askush nuk mund të abuzoj më, plus që hapen edhe marrin kontratat 5 vjeçare që nuk janë pa hoteleri, hapet më shumë zona e publike.
Nuk kemi dilema mo për një histori ndryshe, pastërtia, uji i pishëm, dritat që i kishim 20 kV, patëm problem ujin si vjet e realizum. Pra, mbyllëm të gjitha ato problematika të mëdha. Kemi fillu bypassin e Shëngjinit, tani fillot intensivisht, është nxjerrë leja nga bashkia. Besoj se nuk e kalon datën 1 pa u shpallur fituesi i Milot Ballari. Vijohet pastrimi i ambientet persona dhe heqja e kapullave ajrore. Kabullat kemi vazhdojmë, po do t'i heqim qytet dhe kjo është një pjesë e asaj që po bëjmë ne në qytet. Do t'i heqim të gjitha pa përjashtim. Kemi problem me OSHE në disa vene që duhet në hynë ata dhe ne kemi bo prezent situatën, kurse gjithë telet e tjera ne po i heqim, qyteti nuk dihet më si rrjet me i mangër, besoj e keni pas se ka ndryshu. Ka filluar ndryshimi dhe ka ndryshu, nuk është vazhdon kjo histori, është një ndër ato shëmtirat që ne i prodhojmë qytetit me dorën tonë dhe ne do ta heqim edhe ket. Unë mendoj se secili qytetar këtu du t'jetë në krah të këtyre sipërmarrjeve dhe fakt janë. Unë i shoh njerëzit në rrugë, kur dalin ndonjëherë që dalin në rrugë, i shoh njerëzit në sy, janë në tjetër e kanë dëshirë që dikush të punojë dhe ta bëjë një punë, e kanë me dëshirë. Nuk mendoj se mendojnë ngushtë njerëzit, nuk jam kundër kësaj që njerëzit të peshojnë, nuk ke nga shkon. Si sillesh? A ke ardhur për me fjet gjumë, me ardhur kur teket në punë, me ikë për punë, a ke ardhur me në klub, deshëm të nditën, apo ke ardhur me bo zullu me kot, apo ke ardhur me punu. Nëse ke ardhur me punu, njerëzit të peshojnë, nuk ke ka shkon komplet. Dhe Lezhë të peshon më mirë se të gjithë. Lezhë është vend që të peshon në heshtje. Po pa Lezhë është natyrë veçantë të peshon në heshtje. Megjithatë, unë mundohem edhe personalisht jem qytetar normal, si gjithë tjerët. Dhe dal nuk kam asnjë lloj kompleksi fare. Nëse hyj në një lokal, për shembull, kur dal në mazide, s'ka vend, unë dal jashtë. Nuk e quaj shumë për tërp. Me shku, me dal jashtë, as me shku. Ndërkohë nuk sforcon të tjerë që të lëshojnë vend erdhi. Nuk e dua. Jeni qytetar si ata. Nuk ka kuptim ajo punë. Qytetari rregull, edhe aty ku banoj, përpiqem me qenë me gjithë çka kam në pallat, një qytetar korrekt, punë time, pa këto deliret e madhështisë fare, ju flas gjithë, mi mëngjes mi brama, më kërkojnë ndihmë, ju jap ndihmë kur është për të dhënë. Shkurt pikësisht jam një qytetar korrekt, pastaj kryetari i bashkisë. Rinia, sporti dhe qytetaria e re në vizionin tuaj. Pra keni bërë që duhet pranuar objektet, është restauruar tërësisht pallati i kulturës, biblioteka publike, tha do të bëhet pallati i sportit. Pra këto janë investime që shkojnë jo vetëm për rinin, por gjithë qytetarët. Si e shef edhe qendra rinore. Edhe qendra rinore. Ka ambiente. Dhe do të hapet ajo qendra e moshës 3. Edhe qendra moshës 3 që është një investim fillon në janar dhe ne bëjmë një adresim tjetër, plus do ketë edhe një seksion tjetër kuzhinë ditore për të varfër. Pra do ketë edhe një seksion tjetër mërna asaj. Dhe ne do të adresojmë një problem shumë sensitiv. Ndërsa për sa i përket rinisë, ne po kemi bërë një program dhe këto ditë e miratojmë për rivitalizimin e qendrës rinore. Pra që rinia të marrë pjesë, aktorë të ndryshëm të shoqërisë civile ose dhe politike ose jo politike të marrin pjesë me tema të ndryshme për të rritë, të përfshihen në debatet, përfshihen në ide. Kemi të bëjmë një projekt ambicioz që të rritë të jenë pjesë e mendimeve që duhet t'japin dhe të marrin pjesë. Plus pasaj mos harro se gjithë grupet e trive që bëjnë përgatitje me teatro, me grupe çiftelie, grupe vallëshe, gjithë grupet që kanë një kushdo që privat etiket, ne kemi orarin në Pallat Kulturës që ja kemi lënë pa lek. E keni thënë disa herë këtë punë. Ja kemi lënë në çfarë ore njërin këtor dhe Pallati i Kulturës sot është kthyer në një ambient për gjithë ku gjithë
bëjmë përgatitje atje sepse pallati kulturës është i atyre, nuk është i imi. Miku joni i përbashkët Lle Shprenga do të kërkojë ambientet të mëdha se ka 100 e sa fëmijë. Vleshi si bëhet qefja si herë, po. Kthehemi paksa tek sporti. Ju keni përqendruar tek shumë sportet në fakt, që nuk është çështje vetëm një sport. Kemi shembullin më të mirë, ekipin e basketbollit që jemi në elitën e basketbollit shqiptar. Pra kampion, fitues kupe, fitues superkupe dhe vazhdon ai trend. A do të jetë koha shumë e largët apo e shpejtë që dhe ekipi i futbollit Beslidhja të ketë ose të shkojë në vendin që i takon? Një gjë, Martin, unë për nga tipi jam tip ambicios, nuk jam tip për shumë që... Dhe mu më duhet në tavolinë një projekt. Ne që t'jemi të qartë me opinionin publik, ne nuk kemi pronar të ekipit Beslidhja, të futbollit, as të basketbollit, as të mundjes. Pra, as të atletikës, as të fare, sporteve nuk është pronar bashkia, nuk është ai koncepti i bashkia është pronar, dhe bashkia duhet të mbyll të gjithë po themi në amalgamën e problemeve. Për shembull, basketbollin 60% të faturës e paguon biznesi. Grumu e ka pas se është një projekt serioz dhe e paguajnë ata. Pra ne paguajmë 40% të faturës sa edhe shumë sportes i paguajmë ne, por ka qenë një përpjekje për të gjallëru jetën e përditshme këtu dhe duke futur edhe shumë sporte që kanë qenë komplet me zero fakturë. Koordinatave Atëherë futbolli për sa kohë nuk na dha një projekt, ne e kemi financuar futbollin, por projekti që është sot, që është bën me ndërmjetësinë e bashkisë, jemi të qartë një herë, me ndërmjetësinë time personale. Jam unë interlokutori i vendosës në vend të gjërave. Sepse doje që zhvillohej ai aset. Interlokutori, autori, zbatusi e vendosja në për vend e komunikim mes. Vetëm me luj futboll, me informacion. Tani që t'jemi qarë, se a di pse e thënë këtë se kënë jetë shkujt, merë dhe me futbollin, aman si me basketbollin, në fakt unë jam marë, se unë e kam boget. Bashkë me zotin Fusha që më është përgjigje, me Gjok Nogën që kam falendëruar për kontributin që ka dhënë, por që ka tërgu luaj halë në bisedë. Dhe ne kemi arritë, tashti kemi një projekt. Jemi në vend parë për momentin. Po, 4 ndeshje, 10 pikë. Po e ndjekim në vazhdimsi, ne duhet patjetër të dalim kategoritë parë si vjet. Dhe mendoj se do arrim. Ka në fakt konkurrencë, më mirë që ka. Konkurrencë është shumë e fortë. Ekipi ka një problem, se unë e kam diskutuar me trajnerin e me drejtorin sportive me gjithë. Ka një problem që ka fillu fazën përgatitore vonë. Dhe fizikisht nuk është akoma aty ku duhet. 2 javë kohë. Pra ka fillu vonë, sepse mu desh mund më ndërhyj që mos ta le me ik vitin. Do se shkonte. Po. Dhe ekipi këtë problem vetëm ka. Nuk ka problem se stafi, kushtet, financat gjitha janë të garantuara. Dhe unë mendoj nëse e kalojmë këtë fazën e parë, duke qenë se po bëjnë stërvitje dhe vinë në kondicion fizik, ne nuk do kemi konkurrencë. Plus që po shikojmë për ta përmirësuar prapë ekipin. Unë kam biseduar edhe me presidentin edhe me ata që po kërkojnë të tjerë lojtarë dhe kanë marrë. Për ta pas një skuadër konkurruese edhe në stol. Se stoli është për shembull basketbollin për shembull. Modeli i basketbollit ton është në Shqipëri është i parë, nuk diskutohet, por ne kemi rraf edhe vendin e dytë Kosovës 2 herë. Po. Ka rraf bashkimin vjet 2 herë, kemi rraf PE-n si vjet që PE ka ekip konkurrues. Pra kemi shkuar në Prishtinë me 1 pikë. Pra në ligën unike në ligën e Kosovës thonë që Lezhë mund të vinë të luajë me ne kur të dojë. Pra për nga ana financiare ne s'jemi asnjë 10 atyre. Por mënyra se si janë ndërtuar ekipi i basketbollit është fenomen. Sot është fenomen dhe nuk diskuton tash. Po stërvitja e përditshme, kushtet e krijuara. Imagjino edhe ambicia. Një rraf Tiranë me 40 pikë diferencë, tash ekipin e Tiranës, tash çfarë thamë, s'ka histori më. Me qenë se jemi këtu tek sporti, ndoshta jam i gabuar, por një gjysmë informacioni e kam. Keni qenë ndonjëherë me ekipin e mundjes për parimit Kuksit? Ja, s'kam qenë. Nuk e di pse kishim këtë. Ja, s'kam qenë.
Kam shku me shok, në stërvitje, kështu. Nga se ndoshta i ke... Po i kam suportu, po jo, unë vetë jo. Jeni, ndoshta... Jam marrë me shkollë. Ndoshta ndër të paktët që jeni shumë aktiv, në punë, shumë dinamik, në rrjetet sociale, a pushon ndonjëherë pirin në re? 6 orë. Fiks 6 orë. 6 orë, me regjim. 12 deri në 6. Absolutisht pas orës 6, në orën 6 nuk kam zilën e telefonit që më në dhe jam i zgjuar. Keni krijuar statur në një personi të prerë, të vendosur në vendimmarrje. Kur gabon ndonjëherë, a kthen pirin në re? Po sigurisht. Pak vështirë, po kthen. Sepse kanë tregojnë, shiko, këto njerëzit kanë qef me tregu ca historina që nuk i dinë, kupton, parasysh. Edhe unë kam debatuar disa herë me varësit tu dhe ka pas shumë raste kur më kanë kundërshtuar. Pa nuk bëhet shumë. Ne kam reflektuar, kam thënë nuk bëhet. Pse kam thënë bëhet sot, kam thënë s'bëhet nesër. Jemi ulë, kemi debatuar këtu nuk unë nuk e kam bërë një herë, sepse cila është tipologjia punës time? Në orën 8 unë vinë punë, 8. Ju thonin 8, po ju jeni qerek ore që të minuta përpara në punë. Po e më qëllën 8 pa i qerek, 8 pa 10, 8 pa 5. Dhe të mos harrojmë se ndoshta jeni i vetmi drejtues që dilni dhe hyni nga njëjta derë. Po pas, nuk kam... Ka ndodhur ndo me disa tjerë, s'ka në nësi emra tu që... Nuk kam, s'kam pëse isha e më kërkujt, po... Vi dhe takimi i parë imi, gjysmore, nga ora 8 deri në 8:30, është me nënkryetarët, me sekretarën e përgjithshëm dhe shefin e kabinetit. Ku ne pim kafe, në një takim, domethënë, ku pim kafe me njëri tjetrin, kafen e mëngjesit, dhe diskutojmë për problematikën e ditës, ose ç'a ishte dje, ç'a ishte sot, ç'a ishte... Kjo është e përditshme. Po, nga një herë kuptohet që kërkesa ime llogarisë çohet kështu në ritëm, po në fundit edhe një farë se janë më të ri se unë, edhe një farë pjekurie du ta krijojnë duke unë mendoj se duke punuar me mua kanë mundësi me u trajnu me qenë drejtues korrekt. Nuk tham se jam i përkryer, po mendoj se jam i drejt. Jam serioz. Jo i ashpër, por jam serios, por i drejt. Si hakun kujt, s'ndodh ndonjëherë. Dhe nëse unë vendos ta largoj dikon, di se më ka ardhur kur shkon më, dhe nuk është se bime të parë, sigurisht, tipat e drejtuesve që thonë unë i di gjitha. Drejtorët, për shembull, po ta them kështu, drejtorët e bashkisë nuk hyjnë te zyra ime kollaj. Duhet shkojnë te nënkryetari. Pra ke delegu kompetenca po nuk mund të vijë ai te unë fare, s'ka punë fare. Nënkryetari për katës ka për detyrë me e prit dhe me zgjidh problemin me to, që nënkryetari mos jetë një njerëz që rrikot te zyra, po të jetë një njerëz që merret me to. Nëse drejtori më kërkon mua takim, ai do të vi, po me nënkryetarin për katës dhe të më tregoj arsyeën se pse. Dhe tendenca ime është mos më sillni problemin, më sillni zgjidhjen. Si zgjidhet kjo punë? Se unë nuk mund të jem vjen një orë këtu dhe më bie një blok me letra për tokën. Unë nuk kuptoj nga letrat e tokës, ta tham qartësisht. I tham zotëri, po mos i ha fare. Jo po shikoj, s'kam çfarë shikoj fare. Bëni anë kërkesë me shkrim aty. Shëroj problemet që ke. Ekipi im i specializuar për këtë punë merr në dorë dhe të jep një përgjigje. Unë nuk kam çfarë përgjigje kam, po njerëzit nuk e dinë se unë nuk jam i detyruar të di elementet e im të gjas. Po, kjo është edhe një sforco që e ke në punë, po që varësit e kryjnë shumë mirë. Në thënë, nënkryetarët janë të mbi ngarkuar me punë, unë po gjithashtu që merrem tërë ditën me takime, me analiza. Para se më ardhë, unë kam qenë një orë më shumë në analizë për rrugë rurale në ekran me stafin tim. Kjo do bëhet, kjo s'do bëhet, kjo do vije, kjo ka prioritet, kjo s'ka prioritet. Pra duke bërë një shpjegim se do po shkojmë para buxhetit dhe do shkojmë qartë në buxhet, nuk do shkojmë kështu në tëm. Ju vini nga edukimi policor dhe në policinë e shtetit keni ezaruar të gjitha, po themi ne, pozicionet, nga oficer krimesh, shef komisariati, drejtoria në disa ashtu, deri drejtues madhor në policinë e shtetit. Njëkohësisht edhe në jetën publike dhe politike ju keni ezaruar pothuajse të gjitha.
Tani çfarë synon për Indra? Pra, jeni kryetar bashkie, keni qenë deputet. Asgjë nuk synoj që të çoj në fund projektet që unë kam në kokë dhe që i shërbejnë komunitetit. Dhe do t'i çoj patjetër, pa diskutim që do kërkoj një mandat të tretë, kam arsye ta kërkoj, edhe për shkak punës, por për shkak të asaj që duhet bëj. Do t'ja them njerëzve se çfarë duhet mbyllim. Ne do të kemi mbyll këtu mas mandatit tim tretë, le të themi 80-90% të nevojave problematikave që janë të domosdoshme. Dhe i kemi mbyll. Pastaj kush të vi këtu mundet që t'i shtoje e t'i boje, por mas mandatit tretë unë absolutisht që nuk e shoh më veten as kryetar bashkie, as deputet, as drejtor, asgjë. Do të rriqem në jetën time private, me familjen time, sepse po ju them qartësisht, nuk jam nga ato që kam vendosur më shurravit në karrierën e kryetarit bashkisë, as të deputetit, dhe t'ju mërzitem njerëzve një ditë që, na ngeli nder, për sa t'jem këtu, do bëj punë. Pik. Ditën që ta le, pa diskutim që do mbahem mend, nuk e kam dilemë atë punë, do mbahem mend për ritmin dhe për ndryshimin që akoma nuk ka shkuar aty ku duhet, por që do shkoj patjetër. Patjetër do shkoj ku duhet. Dhe ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, ta kuptojnë rëndësinë e vazhdimësisë së një projekti i cili nuk duhet të ndalet dhe s'ka si ndalet, sepse më shumë se qytetarëve nuk ka kujt i shërbej, dhe unë do ta bëj. Edhe kam shpirtërore, nuk e kam as politike, as nuk e kam as promovuese, sepse siç e the, unë e kam mbyll ciklin e promovimit. Jo, e kam ciklin. E kam mbyll ciklin, shiko, unë ciklin e ka dhe kryeministër, ka dhe kryetar parlamentit, ka dhe kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, janë të pajëzaruar. Nuk fantazoj gjëra që s'bëhen. Është një këngë e vjetër e Kallmetit, ec skandale peshoran, pra ti do me skandal në kuptimin që nuk ke pretendime të paralizueshme. Jam me kam në tokë. Jam me kam në tokë dhe i kam piketat e mia të vendosura. Me mandatin e tretë Lezhës që unë do ta synosh ta. Duhet ja le Lezhës atë shërbim që i takon. Pra mbyll një kapitull shërbimi. Duhet ja le Lezhës atë shërbim që i takon dhe atë nder që i takon do t'ja le. Atë nder që më ka bën 2023 do t'ja kthej se diskutohet. Nuk ka asnjë dilemë kurrënjëherë politikisht e personalisht, domethënë më i mbështetur dhe më i vlerësuar se në 2023-shin kur nuk kam qenë. Dhe po ta shikosh, po të pysh varësit e mi, në 2023 mbrapa unë kam shtu dozën e kërkesës llogarisë dhe punës, pra e kam shtu dozën më shumë. Që ata kishin menduar se unë do ta ul. Në fakt unë bëra tjetër, unë e shtova. Dhe po ju them që edhe në mandatin e tretë unë do ta shtoj dozën, por do fokusohem më shumë te bashkia vetëm. Pa nëse sot për shembull impaktohem edhe me disa institucione tjera, në mandatin e tretë do fokusohem realisht te punët publike të bashkisë. Natyrisht natyra juaj dhe temperamenti ka bërë që t'jeni ky që jeni. Sa ndikim ka familja dhe në raportet familjare unë ju shoh shumë të ndjeshme të këndshëm me nipat. Jam bo gjysh, 3 herë gjysh, po është një klasi më vete, kush e ka provu e din, që unë jetoj me familje shumë shëndosh, normalisht jam edhe vetë korrekt, shumë familjare rregull, nuk kam diskutime, kam 3 fëmijë, kam të shkollum, kam 2 djeme i vajzë, pas një vest, me zero negativitet. Nuk kanë patur nga të shkojnë ata. Zero negativitet pakën deri më sot nuk kam arsye. Një trashëgimi. Dy kam të martuar me fëmijë. Njëri është i vogël në fakulteti juridik në vit 2. Më kryen qetësinë që duhet për ta kryer punën, sepse ka të bëjë shumë. Nëse shkon te shtëpia dhe shqetësohesh, përveç punës atëherë del jashtë normalitetit. Po unë nuk e kam pas këtë problem.
nuk e kam pas këtë problem, as me bashortën, as me vëllezrit, as me fëmijët. Jam shumë komod, me thonë drejtën. Nështë jam me shans se i kam krah. Edhe me mënyrën se si ato janë në shoqëri, për shembull jam i gëzuar. Edhe me vëllezrit. Realisht të dy vëllezërit tuaj njoh, siç kam njohur S'kan drejt asnjë- edhe babain tuaj Sefin. S'kan as edhe një, domethënë Është një shenjë. trashëgimi i gjenese, kjo që Edhe fakti që s'kan asnjë lloj shenje, më ka shërby, më kanë ndihmuar. natyrisht ke kriju një qetësi dhe qetësia të Pa diskutim, se kur e kthej kokën mbrapa, ndjem mirë. Pastaj, sa i Zoti unë jam me i bë këtë punë dhe me i bë ata të ndjen mirë. Ai unë akoma s'kam mbaru, ka shumë njerëz që nuk presin. Që unë i shoh ka njerëz që më kujtojnë se unë do vë gishin tu dhe gjitha do bëhen me sus, por nuk bën ashtu gjë. Si pa kuptuar kryetar, po shkojmë minutave në fund dhe kemi ezauruar afro 1 orë bashkëbisedim. Ju i thatë shumë gjëra, por cili do të ishte një mesazh eksplicit i veçantë për qytetarët dhe banorët e Lezhës që na ndjekin? Po, unë du t'ja u them qartësisht me bindje dhe me gjithë, do të thonë, me gjithë shpirt se unë për sa kohë do rri në këtë karrikë do rri si shërbetor të shërbej. Dhe nuk kam nërmend dhe nuk më intimidon, as nuk më frenon, as nuk më entuziasmon, as edhe një negativitet që mundet më prodhu dikush në publik. Rruga ime këtu është për të transformuar totalisht në çdo cep këtë bashki. Dhe do ta bëj me ngritje tempi nga vit në vit. Pra këtu do jemi ne të shohim që do ketë një kurbë rritje fenomenale të investimeve dhe të punës tonë, e cila jo vetëm nuk është po as nuk është imagjinu. Unë nuk kam asnjë lloj agjende tjetër në Lezhë. Agjenda ime është vetëm puna e përditshme dhe fokusimi të nevojat e këtij qyteti që për nga qasja pozita gjeografike, për nga qasja për nga resurset natyrore, për nga qasja shoqërore që ka Lezhë në raport me Shqipërinë është në nivele jashtëzakonisht larta, ama infrastruktura dhe problemet e tjera na tregojnë ne ti qojmë aty ku duhet dhe do t'i qojmë patjetër. Lezhën pa diskutim që do ta bëjmë epicendrën e një turizmi, po dhe një qyteti të jetueshëm ku njerëzit do kthehen dhe do gjejnë tjetër ashtu siç kam ndje një satisfaksion të madh në takimet me emigrantët tonë në gjithë botën, kanë një ndjeshmëri të çuditshme. Ato dinë gjithçka dhe vlerësojnë ndryshe nga disa që rrinë te klubi këtu pinë dhe nuk i shohin, domethënë, fillojnë të rrën sytë, nuk e shohin ç'a ka bën, po të shkosh në emigracion, takosh emigrant, të majtë të djathtë, gjën tjetër realitet. Merr frym tjetër, merr mesazh tjetër. Kur vim Lezhë, shohim ndryshe. Ne kemi simpati, ulesh bisedon me ta, komunikon, din ç'a thonë. Është një tjetër realitet. Ma besoni është një tjetër realitet. Dhe këtë satisfaksion unë e kam ndje kështu, e kam ndje në Greqi, e kam ndje në Londër, e kam ndje në Itali, e kam ndje në shumë vende ku në Gjermani ku kam shkuar, kam taku lezhjan të cilët në kor më kanë falendëruar. Faleminderit kryetar që gjetët kohën për të qenë pjesë e emisionit ton Udhtim. Lezhë vazhdon të ecë dhe çdo hap i saj është pjesë e një udhëtimi që nuk ndalet. Deri në udhëtimin e radhës, kalofshi sa më mirë miq dhe adhurues të këtij emisioni. Edhe një herë faleminderit kryetar për praninë tuaj në këtë emision. Faleminderit juve. Edhe bashkë do bëjmë një tjetër mas le të themi mandatin e tretë në fillim, dhe do të them se çfarë do bëjmë. Po mbasi ta marr. Te kjo zgjidhje Suksese dhe duke pa deri atëherë se çfarë kemi bë dhe çfarë thash do bëhet. Ne ndërkohë nuk do të lam mandatin e tretë, por do të vim disa herë për të bashkëbiseduar bashkë për problematikat, për ato çfarë janë i vlen publik. Për mua s'ka asnjë problem, unë komunikoj pafund me njerëz.
o bën në Facebook, o në Instagram, o bën në SMS, mund të marrë mbi 20-30 SMS të ndryshme që kërkojnë sqarime, deri edhe ma qenë numrin e telefonit këtij, si zyre informacion, e unë e bëj prapë së prapë. Zbashku me kolegun tim Agustin Cini, deri në emisionin e ardhshëm, miru takosh.